Grupi parlamentar i Aleancës për Armiqnë e Kosovës ka thirrë sot një konferencë mbashtu me deputetën Albana Bytyqi për të adresuar një ndër për mua çështjet më problematike që ndërlidhen me qeverinë e Republikës Kosovës. Po flasim për mallësinë e qeverisë, e cila mos asgjë tjetër përshkruan një qeveri totalisht fiktive, ministri fiktive dhe akomodim të partisë në pushtet në qeveri. Me një kabinet i cili është një ndër më të mëdhenjt në Ballkanin Perëndimor, ndërsa në krahasim me numrin e popullatës është pa dyshim më i madh se i Kinës, se i Indisë, se i Pakistanit. Dhe tani më lejoni të paraqes para jush analizën tonë. Prej ku buron kjo analizë? Qeveria e Republikës Kosovës ka miratuar rregulloren e saj me numër 04/2026, ku ka prezantuar strukturën e ministrive, anëtarët e kabinetit dhe mbi të gjitha ka kriju ministri të cilat nuk kanë portfolio të reale, po kanë portfolio fiktive me qëllim të vetëm për të rritur numrin e ministrive, për të pasur më shumë staf të emëruar politik dhe të njëjtën kohë për të akomodu agjendën e tyre partijake. Kur shohim këtë rregullore, e shohim pashtu një ndarje e cila nuk reflekton sot nevojën e Kosovës. Po më lejoni të bëj një prezantim para jush. Kjo është analiza e strukturës së kabineteve qeveritare, e cila, kur e shohim kornizën ligjore, flasim kështu. Kryeministri ka 24 këshilltar politik, për i tyre 10 jashtëm dhe 15 staf. Zëvendës kryeministrat kanë 8 deri 11 këshilltar, për i tyre janë 5 jashtëm dhe 6 staf mbrana kabineteve të veta. Ministrat kanë deri në 7 këshilltar politik, 3 të jashtëm dhe 4 staf. Zëvendës ministrat pa kvotë, pra se ekzistojnë ministrat që kanë ministri, dhe ata që janë pa kvotë, kanë deri në 2 staf. Supozimi analitik është ky: 19 ministri dhe minimum 2 zëvendës ministra për ministri që përbëjnë gjithsej 38. Kjo është struktura bazë, ku paraqitet numri pozicioneve kryesore në qeveri. Normal është kryeministri, 3 zëvendës kryeministra, 19 ministra, 38 zëvendës ministra, shiqoni, 57 antar staf politik. Tani më lejoni t'ju them diçka. Kur është përpilu ligji për qeveri, Kuvendin e Kosovës kemë qenë bashkë me deputetën Bytyqi. Në atë kohë, unë, si dikush që ka punu në atë ligj, nuk e kam sfidu të drejten që zëvendës ministri të merr përgjegjësimin në nënshkrim. Ju e dini për shembull, ju kujtohet Ministria e Infrastrukturës ka qenë Libon Aliu ministër, ndërsa ky tjetri për rrugë, që shepat emnin, Durmishi. Zëvendës ministri Durmishi ka qenë ka pas të drejtë për nënshkrim. Pra shiqoni për çka po flasim këtu. Po flasim për 19 ministra, pastaj po flasim në ligjin për qeverinë ka 2 zëvendës ministra. Pra jemi të fol 19 plus 19 minimum plus disa mbi 40 autoritetet që kanë të drejtë në shkrimi. Pra ne kur nuk e kemi sfidu çështjen e zëvendës ministrit. Nuk e kemi sfidu se kanë qenë 15 ministri. Dhe tash, dikon rreth 40 njerëz në këtë qeveri, mbaret për portfolios, për detyrës që jap ministri, ka të drejtë në shkrimi. Për një situatë caktuar. A jeni ty e pa për çfarë katrahure politike, për çfarë mallësie të një kabineti politik po flasim. Po shkojmë rënd se këto i sqarum. Më lejoni pak dalë te kapaciteti i kabineteve. Kryeministri ka deri në 49 këshilltar.
dhe staf. A jeni të këtu 50 njerëz të përfshi, këshilltar politik, këshilltar të jashtëm, 15 staf të emnuar politik, ata emnuar në parti, thonë shko, po në shofer, asistent, 50 njerëz, 49 staf i ka në kabinetin e tij. A ju kujtohet çfarë thëke? Dhe ke kryeminisi s'ka nevojë, ka për pak këshilltar ka nevojë. 50 i ka bë me rregullore, pra me këtë rregullore këtu. Po flasim të zavendës kryeministrat, mesatarisht 20-22, ministrat deri në 14 këshilltar dhe staf, zavendës ministrat 2-3 në post administrativ. Kapaciteti total i kabineteve sipas nivelit numri gjithsej këshilltarit dhe stafe. 49 kryeministri, 64 tek zavendës kryeministrat, total 2+1 në zyrët kryeministrit, 238 të emnuar politik me një nënshkrim nëpër ministri, të zavendës ministrat 102, shiqoni. Kjo qeveri i ka 453 njerëz që mundet me i emnu politikisht. Nuk për thot Besnik Tahiri, për thot rregulloria 04-2026, e cila për mendimin tim përbën numrin më të madh, mallsinë më të madhe të emnurëve politik të kabineteve që e ka dikush. Pse po e them këtë, tash do ta shihni. Shiqoni pak përqindjen është interesant me e po. Struktura e kabineteve sipas kategorive, ndarja funksionale e stafit politik dhe administrativ. Në përqindje, 46% janë këshilltar politik, 17% të jashtëm, 37% janë në punë civil. A jeni të e pa do të thotë mbi çfarë baze është ndërtuar struktura e kabineteve sipas kategorive. Po e bëj e kom bo për ju për edhe një herë me po. Lëni tash pak flas për analizën krahasuese Kosova dhe baza e referimit. 19 ministra, 34 zavendës ministra, 28 këshilltar politik, 76 këshilltar të jashtëm, 169 staf administrativ, 453. Po e bëjmë pak një krahasim. Dhe pse e kemë bë këtë punë, grupi ekspertëve në Aleancën për Armiqsinë e Kosovës, do të thotë e ka trajtu edhe aspektin rajonal. 453 njerëz të emnuar politik. Serbia 50 deri në 60, Maqedonia e Veriut, 500 deri në 300, Maqedonia e Veriut 300 deri në 400, Mali i Zi 250 deri në 300, Shqipëria 200 deri në 250. Ne jemi të fol për një mallësi të jashtëzakonisht madhe, interpretimi i krahasimit rajonal. Kosova ka më pak ministra se Serbia, por staf pothuajse të prakrahasueshëm. Kjo tregon ngarkesën e nivelit të kabineteve politike. Kur shkojmë tek vendet evropiane, tek krahasimi numerik i stafit politik, modele kompakte dhe mesatare, për shkak se çka është administrata publike, nota publike ku bëhet politik bërja, trajtohet domethënë mbi qëllin model është ndërtu. Holanda ka 120 deri në 180, Austria 150 deri në 200, Gjermania është shumë kompakte 200 deri në 300, Franca 250 deri në 350, 300 deri në 400 Italia. Apo këta janë të emëruarit politik, që bëhen domethënë që vinë me ministra, shkojnë me ministra. Shiqoni domethënë dallimi me vendet evropiane që na po synojmë të bëjmë Evropë. Do të thotë, Serbia është më e madhja me 600, Kosova me 450, Maqedonia me 350, Gjermania 250, Holanda 150. Pra në çdo aspekt, kur bëjmë këtë analizën krahasuese, Kosova me rajonin del më e madhja. Më e madhe se Shqipëria dhe Mali i Zi e krahasueshme me Maqedoninë e Veriut, vetëm Serbia ka një staf më të madh në rajon. Kosova renditet në top 2 vendet për mallësinë reale të stafit në rajon. Analiza krahasuese tash në mes të mesatare së BE-s. Kosova ka kryeministrin,
Tereza Vens kryeministra, 19 ministri dhe rreth 453 anëtar staf total, me 26 persona për kabinet. Kjo tregon një efikasitet shumë të ulët strukturor. Mesatarja e BE-s, vendet e BE-s kanë mesatarisht 12 dhe 16 ministra dhe kanë 150 dhe 300 anëtar staf total, mesatarisht 12 dhe 18 persona për minister. Kjo tregon një efikasitet të lartë të numrave. Qytetarët e Republikës Kosovës, arsyeja pse po prezantojmë sot këtë analizë krahasuese, faktike, është e thjeshtë. Përderisa sot qytetari i Kosovës është duke u ballafaqu me probleme substanciale të jetës të vet, është u ballafaqu me problemin me lidh mujin me muj, me ekzistencën e vet të familjes vet, me kërkesën për një vend pune, me kërkesën për një jetë më të mundshme. Sot kjo është mallësia e qeverisë aktuale, e cila e akomodon për herë të parë në historitë të Kosovës një numër kaq të madh të mënyrëve politik dhe mbi gjitha është kjo qeveri që ende s'ka prodhu program, ende nuk dim për çka qëndron, vetëse e dim që ditë për ditë e emnon ka i zavendës minister, ka i këshilltar edhe akomodon njerëz të vet politik e partijak, duke mos qohë hallet për problemet serioze që lidhen me inflacion, me ngritje të çmimeve dhe me mungesë perspektive në këtë vend. Do t'ja jap fjalën deputetës Albana Bytyqi ta trajton një problem të madh. Ju e dini që kryeministri ka folë shumë për barazi gjinore dhe Albana do ta flet po ashtu rreth kësaj teme do të ketë një çështje. Përveç asaj që tha Besnik Tahiri masisë kabinetit qeveritar, gjithashtu kemi një kabinet më diskriminues, sepse nga 21 anëtar sot i kemi vetëm 4 gra ministre, ku deri dje në përfushata kanë folë që për të drejtat e grave dhe sot i kemi vetëm 4 gra ministre. I kemi më pak se 20% të kabinetit qeveritar. Andaj unë kërkoj nga qeveria që të respektohet barazia gjinore. Dhe gjithashtu një kabinet i cili ka 21 anëtar për ministrave të plotësohet në bazë të kuotës gjinore. Gjithashtu ne jemi këtu për të parë se qeveria Kurti është më pak serioze në këtë aspekt, sepse ne e dim shumë mirë se sa kanë folë për të drejtat e grave gjatë fushatës, ne e dim shumë mirë se çka kanë bërë për të drejtat e grave, dhe gjithashtu nuk është respektu ligji për barazi gjinore. Andaj sot kërkoj nga qeveria Kurti të bëjë një reflektim dhe të respektohet barazia gjinore. Faleminderit. Zgjedhjet nuk janë produkti veprimit politik të Aleancës për Armiqtë e Kosovës, në fakt ne ju që dini dhe kemi qenë të anashkaluar në këtë temë. Ajo që mund të them me përgjegjësi të plot është se kurdo që të vinë zgjedhjet Aleanca do të ketë rezultat më të mirë. Ajo që mund të them me përgjegjësi po ashtu të plot që Kosovës nuk i vijnë zgjedhjet mirë, po është kryenësia e këtij kryeministri i cili na ka prunë këtë situatë që deshti ta marrë edhe pozicionin e presidentit, kurdo që të vinë këtu Aleanca garon për rezultat shumë më të mirë. Ju faleminderit.